xhamit në Prishtinë, me kërkesën që në komunën e Prishtinës të caktoj vendin për ndërtimin e një xhamie të madhe. Protestuesit kanë bllokuar rrugën, ndërsa policia e Kosovës ka intervenuar gjatë kohës së namazit që rrugët e lirohet. Për mungesë të xhamive në Prishtinë, qindra besimtar islam kanë protestuar sërish me faljen e namazit në rrugë. Edhe pse për këtë protest lëvizja bashkohu nuk e kishte marrë leje nga policia e Kosovës, protestuesit e kanë bllokuar rrugën, ndërsa pjesëtar nga policia e Kosovës kanë ndërhyrë për ta liruar rrugën në kohën e faljes së namazit. Edhe ju kena lutën që të na lejojnë mënyrë të qetë protestojnë. Ju kena lutë që të morin vendime që e kanë shumë letë me morë për më rajtë caktu një hapësirë për me ndërtu xhamie. Ata këto nuk me bojnë. Nuk e bojnë se janë vazal, janë shërptor për interesat tyre personale. Po ju në rrugë, na e kena lajmëru në rrugë, ata ka thonë lejen. Ata ka thonë kërkosh, ma ka prune kështë liria, lëvizjes njerëzve nuk guxon mu se nuk... Liria e protestës... Une nuk e kom nërmen me bo politikë. Jo, aso se kom nërmen me bo. Për mu është në rëndësi që kjo rrugë me kone hopën. Mu më bje shumë kesh për njerëzve që ata një vazhdojnë me bjen viktim. Policia ka përdor sprej, por nikosisht gjatë intervenimit ka hasë në një rezistencë aktive nga protestuesit, të cilët po ashtu kanë përdor sprej kundrejt policisë. Zyrtar nga komuna e Prishtinës thonë se janë zotuar të Bashkësia Islame se do të ndërtojë një xhami të madhe në Prishtinë, mirë po ende nuk është caktuar një vend i përshtatshëm. Në momentin që do ta identifikojmë lokacionin, atëherë do të fillojnë procedurat për dhënien e ndonjë hapësire të përshtatshme për ndërtimin e xhamisë. Këto janë çështje që marrin kohë. Komuna nuk është kundër ndërtimit të një xhamie të madhe në lagj qendror, mirë po komunës i duhet kohë derisa të përcaktohet për një lokacion të përshtatshëm. Derisa komuna të caktoj vendin për ndërtimin e xhamisë, drejtuesit e lëvizjes bashkohu kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë prapë me aktivitetet të tjera protestuese.